Asnjëri nuk e mendon që Shqipëria mund të futet dhe mund të dali, sepse ne gjithmonë e themi veten tonë që jemi të dobët. Pse e themi? Sepse kemi vendosur veten tonë gjithmonë në lavazhin e tur dhe trurit ton që të themi ne jemi vend i varfër, jetojmë në varfëri dhe populli jon duhet të jetojë në varfëri. Pse? Se e kanë bërë sistemin e tillë që ne të jemi gjithmonë të varfër, pavarësisht aftësive tona që kemi, sepse sistemi e krijon atë që ti të jesh gjithmonë i zhytur dhe i varfër. Por kjo gjë nuk mund të ndodhë në rast se ti don të shkosh në Bashkimin Evropian, sepse ti në Bashkimin Evropian nuk mund të shkosh si varfanjak, dhe prandaj që ta konkludoj, ky raport me këto amandamente të thot përmirësohu që të vish në Bashkimin Evropian jo viktim, po të vish në Bashkimin Evropian i pasur dhe jo i varfër, se Bashkimi Evropian nuk mban varfanjak më pas 2008-s. Prandaj thot, plotësoni detyrimet, fuqizoni buxhetin shtetëror dhe ejani të bëheni antar me të drejta të barabarta dhe jo me të drejta të kufizuara politike edhe monetare. Prandaj, para se të vini, urdhro amandamentet. Zoti Xhlima, të kalojmë pak në kampin e opozitës, ku kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar për protesta, teksa akuzon qeverinë, pra mazhorancën, se manipuloi zgjedhjet e 11 majit. Si mendoni, çfarë kërkon të arrijë Berisha me këto protesta, apo është e njëjta muzikë që kemi dëgjuar vazhdimisht? Ata të njëjtën muzikë ka, nuk e di çfarë duan të fitojnë, por e vërteta është që protestat duhet të bëhen, patjetër, pse jo? Rama i vuajtur në 2009-ën, reformën e famshme 2008-s, dhe Rama çfarë bëri? Nga 2009 deri në 2013 reflektoi, u organizu, bëri lëvizjen e bukur që mori metën në bashkëqeverisje, e mori, e mbajti, e përdori dhe përzuri dhe hodhi si prezervativ politike dhe në fund fare mori pothuajse pushtetin për 2 vite radhë, për 2 mandate radhëzi. Pra do të thotë që zoti Rama ka punuar ashtu siç duhet me strategji. Zoti Berisha nuk ka reflektuar, sepse brenda vetes dhe rreth vetes ka njerëz të cilët nuk ja duan të mirës zotin Berishën, por nuk ja duan dhe Partisë Demokratike. Zoti Berisha a do të reflektoj? Nuk më intereson, sepse zoti Berisha humbi këto zgjedhje. A janë zgjedhje të vjedhura? Janë. Ju them që kanë votuar edhe parcelat e tufinës dhe sharrës dhe në vende të ndryshme ku ka tufinë dhe sharrë, kuptoni vetë ju. Pra do të thotë, për mua këto zgjedhje kanë qenë të manipuluara. Por më fal, vlen fjalia ime kur unë nuk kam autoritet kushtetues apo ligjor që të anulloj këto zgjedhje? Jo. Por kush e ka këtë të drejtë? Ka zoti Berisha dhe zoti Rama. Po edhe zoti Meta, sepse zoti Meta ka 4 deputet të parlamentit të ri. Pra do të thotë që e gjithë kjo loj e protestave favorizon vetëm faktorizimin e zotit Berisha brenda PD-s, që t'i thot demokratëve, shiko hajduti Rama, por në fund fare duhet t'i themi edhe demokratëve që të reflektojmë bashkërisht të gjithë bashkë, që kodin zgjedhor e voton Rama dhe Berisha bashkë me Metën. Pra do të thot që nuk mundesh në të njëjtën kohë të jesh edhe autor, edhe viktim, edhe në fund fare thosh më votën votat. Kur nga këto në rinumërime, se nuk qënë rinumërime, gjithë verifikime a janë të sakta apo jo proces verbalet me votat, gjithsesi nuk do mbetemi te fjalia, a quhet rinumërim apo verifikim, u tregua qartësi që komisionerët emëruar nga Partia Socialiste, Partia Demokratia, PSD dhe më radhë, kanë qenë komisionerë që dyshohet për profesionalizmin e tyre dhe ndershmërinë e tyre për sa i përket votimeve, numërimeve. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të shkojmë në një model tjetër numërimi elektronik. Aty pastaj Ramën do ta kishim 300 vjet në pushtet. Por ne duhet të themi, a është e drejtë sistemi zgjedhor që favorizon partinë e parë që merr shumë vota? Ktu është sistemi, formula e numërimit të votës dhe përputhja e mandateve. A jemi në nivelin kushtetues që
zgjedhjet duhet të kenë një sistem të lirë dhe të barabartë. Dhe kur flasim me barazin, nuk barazon në kuptimin a jemi të barabartë në qytetarë që votojmë, por a është sistemi barabartë i cili numëron ashtu siç duhet voton e çdo qytetar shqiptar. Prandaj, zoti Berisha i uroj të bëj 300.000 protesta dhe të jetoj 150 vite e më shumë se sa duhet. Por, kurse si me këte strategji, PD-ja nuk vjen në pushtet, sepse është e zhytur të jetoj në varfërinë e opozitarizmit që e ka zgjedhur vetë strategjin vetë dhe nuk ja tha asnjëri. Kur ne thonim more vulën ha partin, ata bënin qoka njëri tjetrit. Dhe lista e 11 majit janë listë qokash. Ta gëzojnë, por në pushtet me këtë formulë nuk vin kurrë. Një nga figurat e rëndësishme të politikës shqiptare, siç është edhe Elisa Spiro Pali, ka tundur Asamblen Parlamentare të NATO-s duke i kërkuar Iranit që të heqë dorë nga programi bërthamor dhe të ndalë konfliktin me Izraelin. Ju si e keni lexuar këtë deklaratë? A do të tërhiqet Irani pas kësaj deklarate? Po arriti Irani të dëgjojë zonjën Spiro Pali, atëherë për mendimin tim është kot lufta që është bërë. Do të jemi realist, zonja Spiro Pali gëzon një institucion që është kryetarja e Kuvendit, por duhet kemi parasysh si kryetare e Kuvendit duhet të jetë kryetare e Kuvendit dhe nuk mund të bëhet ministre e jashtme ose ministër e mbrojtjes dhe as të marrë atributet e NATO-s. Unë nuk e di kush ka qenë qëllimi i saj, por e vërteta është që zonja Spiro Pali sot është kryetare e Kuvendit, nesër mund të jetë ministra apo të jetë thjesht deputete. Pra nuk ka vlerë fare kjo gjë, se politika e jashtme ka faktor të tjerë të cilët zonja Spiro Pali që të arrijë ato faktor duhet të lodhet shumë dhe përveç kësaj, në rast se është rrezik për zotin Rama që mund t'i marrë karriken e kryetarit të Partisë Socialiste zotin Rama, po unë dyshoj sepse po arriti në këtë objektiv, mendoj se zoti Rama do vendosi spakun të veproj, sepse atëherë kur rrezikohet karrikja e Ramës, spaku direkt vepron për të mbrojtur Ramën. Shumë kanë komentuar vizitën e Edi Ramës në dasmën e djalit të George Soros, Alex Soros, dhe është cilësuar edhe si një veprim ose një karshillik që i bëhet Donald Trumpit, duke qenë se në këtë dasëm ka marrë pjesë, po themi, establishmenti i cili deri dje, por edhe sot e kritikon dhe kundërshton Donald Trumpin, siç është Obama apo edhe Bill Clinton. Ju si e keni lexuar këtë vizitë e Edi Ramës në dasmën e Alex Sorosit dhe çfarë do të thotë vetë kjo për Edi Ramën në raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe apo luan me dy porta Edi Rama, ku nga njëra anë mban lidhjet me Sorosin dhe nga ana tjetër mban lidhjet me dhëndrin e Donald Trumpit? Në këto momente i dashur, unë ndodhem në Britaninë e Madhe, ju e shikoni besoj, në këto momente ndodhem në Austri, dhe në këto momente ndodhem në Portugali, e shikoni besoj e shikoni. Në çdo moment unë mund ndodhem kudo kur nuk ka transparencë. Pra në këto momente unë jam në Iran. Dhe nga Irani nuk dëgjoni bombat. Mund të jem në Siri, mund të jem në Rusi. Duhet keni parasysh dhe ju dhe dëgjuesit të mbajmë rezervat tona, sepse e vërteta është që ajo dasëm nuk na tregoi vendodhjen. Thjesht na tregoi lajmin, po jo vendodhjen. Po të ishte zoti Rama në Amerikë, mbaje mend nga mua, do të bënte live nga më të fundit, nga më të ndryshme.